Një ndër sfidat kryesore që bashkitë kanë është patjetër qëndrueshmëria financiare. Bashkitë sot janë në një pozicion shumë më të mirë se ç'kanë qenë përpara një dekade, nga pikpamja e fuqizimit financiar, grumbullojnë më shumë të ardhurën në territor, marrin më shumë mbështetje financiare nga qeveria qendrore. Dhe këtë e tregon qartësisht që për herë të parë bashkitë për vitin 2026 janë mbi 1 miliard euro që do të administrohen nga pushteti lokal. Duke thënë këtë, kuptohet që sfide përhershme, dhe kjo është sfide të vendet e zhvilluara, gjithmonë komunitetet kërkojnë më shumë financim, gjithmonë komunitetet kërkojnë shërbime më të mira, dhe kjo detyrimisht nënkupton më shumë financim për autoritetet lokale. Dhe kur flasim dhe financimi, patjetër që diversifikimi i burimeve të ardhurave të bashkisë është shumë i rëndësishëm. Bashkitë sot, duke u referuar edhe nëse ne duam edhe 3 dekadave të fundit në, le të themi, sistemin që ne jemi sot, bashkitë sot kanë pas 2 burime klasike të ardhur. Një ka qenë financimi nga buxheti i shtetit nëpërmjet granteve të kushtëzuara dhe pa kushtëzuara, dhe patjetër taksat dhe tarifat lokale. Bashkitë në vetvete nuk kanë gjeneruar të ardhura nga aktiviteti ekonomik që bashkitë vetë mund të krijojnë në territor. Duhet kuptojmë që me reformën e vitit 2015, me reformën e fundit territoriale, bashkitë kanë asete të konsiderueshme në përdorim tyre. Prona, sipërfaqe në territor, etj me radhë, pyje. Dhe pyetja që lind është si mundet që një bashki me gjithë asete në dispozicion, si mund të gjenerojë të ardhura për komunitetin, se ato janë të ardhura që futen në buxhetet e bashkisë dhe do të shpenzohen për shërbime më të mira. Dhe këtu futet koncepti sipërmarrjes. Dhe një bashki sipërmarrëse, dhe patjetër një bashki duhet mendojë si një investitor, duhet mendojë si një sipërmarrës i ri. Ore ne kemi këto potenciale, kemi këto asete në dispozicion, kush janë sektorët, mund të jetë bujqësia, mund të jetë turizmi,